Pra, s'ka argumenta, çfarë argumentash? Nuk ja ka fajin Rozana që e ka gënjur Gjesti. Pra mendon Ema se në gjithë situatën që është krijuar mes Rozanës dhe Eglit është Egli ajo që po egzageron, po them situatën? Po, Egli tash po mundohet të tërheqë vëmendjen, që të krijojë prap një histori, që të bjerë në sy, që të duket interesante, por nuk e mendoj se mund të arrijë. Sigurisht nuk do dali që kësaj radhe, po do të dali nga Big Brother, nuk ka çfarë jep. Për mua Egli është e konsumuar, aq më tepër që unë mendoj që prindrit kanë gabuar që e kanë futur përsëri. Duhet të kuptojmë një gjë të rëndësishme. Ankthi është një nga sëmundjet më serioze e shëndetit mendor. Është mos kontroll emocional. Ajo nuk kontrollon dot emocionet e veta. Një njeri i cili nuk ka në dorë veten e tij, atëherë ai nuk mund të jetë lojë edhe pjesë e një loje që ka të bëjë me trurin. Pra loja ka të bëjë me trurin. Ajo nuk është e përgatitur fort. Ajo për mendimin tim, një njeri i cili ka kaluar ankthin, edhe është se ankthi nuk kalon aq kollaj, është aty, po flet dhe zgjohet. Njeri i tillë duhet që jo vetëm të mos futet në këto lloj formatesh, po nuk duhet t'i afrohet debatit, nuk duhet t'i afrohet ambienteve të lodhshme, ku ka pjesë emocionale, vdekjes, pjesëve në televizione ku jepen krimi, ku jepet vrasja, ku jepen aksidente, pra nuk duhet jetë pjesë e këtyre dhe duhet jetë shumë e kujdesshme me veten e saj, dhe jo të jetë pjesë e Big Brotherit. Nuk ka lidhje fare me Big Brother. Duke e parë të gjitha situatat që po ndodhin në shtëpi, apo flas për situatën që ka ndodhur mes Eglit Gjestit dhe Eglit Rozanës, si mendon kush ka dalë më i fituari ose më i humburi në këto situata? Unë mendoj se ka dalë Rozana më e fituara, sepse Gjesti, do ta themi, në gjithë trojet shqiptare, një djalë i cili përdor një vajzë ka humbur pikët e veta. Gruaja është kultura e një kombi, është ajo që lind, rrit dhe edukon një fëmijë. Në trojet shqiptare, gruaja nuk e ka vendin që duhet. Ne po dëgjojmë për ditë krimin, po dëgjojmë vrasjet, po dëgjojmë dhunën fizike dhe psikologjike ndaj një gruaje. Apo ja? Pra, kjo është gjë e shumtuar që të lozësh me dashurinë. Pavarësisht se Egli ra pjesë e kjo një lojë është, por ama nuk duar trokitet nga masa. E sidomos nga një vajzë, nga një grua, nga një nën, nuk duar trokitet. Kështu që për mua Gjesti ka humbur goxha pikë në sjelljen që ka bërë me Eglin. Sado që mundohet me lodra fjalësh. Ka lodra fjalësh, jo më thejo të thash, por ai ka lojtur me vajzën. Sa e besueshme të duket deklarata e Rozanës se Egli është xheloze për raportin e saj me Gjestin? Pyetja ime është nëse ka të dhëna që e mbështesin këtë fakt nga Egli? Atëre, Egli është xheloze, sepse mendoj që me daljen e saj, Gjesti do mbetej vetëm dhe nuk do ta mbështeste njëri. Gjesti vazhdoi një lojë krejt ndryshe me Rozanën, se s'do të thotë se duhet kesh vetëm një lidhje dashurie që të ecësh përpara. Apo jo? Kështu që ai gjeti Rozanën dhe Rozana gjeti Gjestin dhe të dy u përshtatën me njëri tjetrin dhe po vazhdojnë lojën e tyre. Dhe është xheloze, se në rastin se nuk do t'ishte afruar Rozana, do ta them me bindje që Gjesti do të kishte rënë shumë pikë ecje mbrapsh, sepse askush tjetër në shtëpi nuk i afrohet. Ndërkaq Ema, mendon se Egli po luan, po them, mbas rikthimit të saj, sigurisht një lojë më të ftohtë dhe strategjike, apo qëndrimi i saj është tashmë i natyrshëm, duke qenë se e pa situatën se si kishte ndikuar qëndrimi i saj në shtëpi nga jashtë? Nuk po bën lojë. Është një realitet. Çdo vajzë që do të shikonte se si dikush ka lojtur me ta, sigurisht që kishte hakmarrjen. Do them se dashuria dhe urrejtja janë binjake me njëra tjetrën. Janë shumë afër, shumë binjake. Kështu që siç ishte aq shumë e dashuruar, që nuk e kuptonte që ai nuk ishte i dashuruar, aq shumë tani ka urrejtje brenda saj. Pas përballjes që Egli pati me Gjestin, Ema, mendon se është e mundur që të kenë një raport neutral apo marrëdhënia mes tyre ka përfunduar, po them? Marrëdhënia mes tyre ka përfunduar, se ne në trojet shqiptare nuk e kemi atë që dikush tallet me ne dhe ne ta kemi prap mik ose shok.
nuk ekziston. Pra kërkon një kulturë shumë të madhe që të pranosh falje. Gjë e cila është edhe falje pa interes, se falje mund të pranosh kur ke lidhje të rëndësishme, kur ke bashkë fëmijët, kur ke shumë gjëra, kur ke je brenda një familje, kurse ata s'kan ndonjë lidhje për të kërkuar falje dhe për të pranuar faljen që e vuri në lojë prej kaq kohësh në Big Brother. Unë do thosha se nga historitë e Big Brotherëve, kjo vajzë, edhe një vajzë Beatrice, përpara disa Big Brotherësh, kanë qenë shembull i dhunës psikologjike dhe rënies në lojë të kanë qenë viktima, do të thosha, të trurit, të ankthit. Edhe vajza tjetër ka rënë në pre e një presioni psikologjik të jashtëzakonshëm e më pas ishte dashur të punoj fort me psikolog. E njëjta gjë ndodh edhe me ta. Ajo duhet punoj fort me psikolog e jo të rikthehet në Big Brother. E qartë. Ema, si mendon se ka ndikuar dhe hyrja pra e papritur e Xhenetës në këtë Big Brother, pra Xheneta ish finaliste e Big Brother VIP Kosova, si ka ndikuar në raportin që gjesti tashmë ka me Eglin, por edhe në marrëdhëniet ose lojën që ai po kryen në shtëpi? Hyrja e Xhenetës, për mua, Xhenetën nuk e kam ndjekur në Big Brother Kosova, nuk di të them, por ama e kam ndjekur në Top Channel, në ato studiot ku ka qenë e ftuar. Është një vajzë impulsive, është shumë impulsive, është e ashpër në debat, edhe është ndryshe nga Egli. Pra, Xheneta ka dhunuar psikologjikisht gjestin e ka vënë atje ku duhet. Edhe nga Big Brother i Kosovës mendoj që Xheneta ka qenë protagoniste që gjesti ka dalë nga Big Brother. Pra, është shumë e fuqishme, ka një psikologji shumë të fortë dhe është shumë e ashpër në debate dhe në komunikim. E qartë, mirë Ema, për ta mbyllur tashmë sepse jemi në fund, dua të di se cili është lojtari jot i preferuar, por edhe ai që e fiton Big Brotherin. Lojtari im i preferuar më pëlqen Danja. Ka një psikologji të mirë, është vajzë me këmbë në tokë, ka shumë kulturë, mënyrë komunikimi, është një vajzë e cila me shumë vështirësi filloi të futet, të dalin në hapat e saj të vërteta. Pra, e kishte të vështirë javët e para, ajo ka qenë shumë e brisht, edhe e vështirë për të debatuar. Big Brotherin e fiton Rozana. E qartë. Qartë. Mirë, Ema, të falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndave sot me mua.